5 милиони евра изнесува долгот на општина Струга, додека не се знае точниот износ на дополнителниот долг кој е во постапка. Со овој долг се обидува да опстои општината, рече градоначалникот Менди Ќира. Борџи и цили është në bazë të përmbarimit është rreth 5 milionë euro. Kurse borxhet tjera janë ekstra të cilat nuk janë të dokumentuara për shkak se janë në procedurë sipër, të cilat llogaritën mandej dhe argjimet tjera, kamate dhe të tjerë. Dhe tani për tani ne jemi fokusuar te borxhi për 5 milionë euro për të hequr kornizën e cila e dëmton zhvillimin e komunës së Strugës. Неодамна превозниците на ученици од неколку села во Струга најавија бојкот на ученичкиот превоз поради неплатениот долг од страна на општината. Градоначалникот Ќира вината за ова ја насочува кон претходното раководство. Për fat të keq bëhet fjalë për një borxh i vjetruar të cilët e kërkojnë transportuesit dhe i akumuluar me vite të tëra dhe sigurisht që nga ardha ime në pushtet kemi bërë pagesën prej 1.400.000 denar, kurse ka mbetur edhe 60, rreth 55.000 ose 60.000 euro për të paguar. Ajo që është më me rëndësi është cekim se kjo është nxit edhe nga opozita, cila sidomos LSDM-ja, e cila ka dalë me një sqarim për borxhin e vet të cilët e ka krijuar gjatë viteve të kaluar kur kanë qenë në pushtet dhe kërkojnë nga pushteti aktual të bëjë pagesën. Превозниците разговарале со градоначалникот на Струга и дискутирале заеднички за тоа како да се најде конкретно решение за ситуацијата.